Janë rej hata e prorë. Unë s'jam rej me kërkan. Po që thoti, vete haxhin sa pare, po ma them patent shoferi. Ndërheqër si pasojë e presionit që ja keni boj jo. I dhash 5.000 euro, i dhash 10.000 euro për me marrë patent shoferi. Tin të thonë, nuk është normal mu më mrej gra. Fundi i karierës u koni të mërshëm. Ish zyrtarja policore në ekipe Maxhuni ka punuar në policinë e Kosovës që nga shtatori i vitit 2021 deri në prill të vitit 2025. Ajo nuk u largua nga puna, nuk doli në pension, por dha dorëheqje. E si pasojë dorëheqja erdhi si pasojë e presionit psiqik nga ish shefi i saj, nën kolonel Haxhi Krasniqi. Ndër të tjera, ajo flet edhe për vendimet e kundërligjshme që janë marrë brenda komisionit përvendosje. Komision ky që merret me shqyrtimin e ankesave të qytetarëve rreth ndëshkimeve në trafik. Ndër të tjera, ajo flet edhe për dhunë brenda stacionit policor si dhe për shuma parosh. Reportere ka telefonuar direkt Haxhi Krasniqin për të marrë përgjigje rreth akuzave kundrejt tij. Fillimisht dëgjoni se çka na thanë ekipi Maxhuni e më pas edhe përgjigjen e policisë së Kosovës. Kur fillova punën në komision, fillimisht u gjeta një vend ku unë mu më pëlqej kjo puna shumë. Po, pas 3-4 muajve kanë fillu problemet, presioni, edhe kam pas presioni vazhdueshëm prej shefit Haxhi Krasniqi, i cili ka bu presion të vazhdueshëm, ka pas rast edhe në një gabim teknik që e kom bu, unë e kuptoj normal edhe e marrë përgjegjësinë për çdo gabim temit, e marrë përgjegjësi, më ka thonë për çit gabim ti mundesh me shku në burg. Më thonë rregull, unë e shkoj në burg, e kom bu gabimin, e kom bu teknik, nuk është gabim që e kom bu qëllimisht, nuk ka njeri që mundet më gjetë mu një korespondencë për mes telefonit ose që kom me atë person, po është në shumë një gabim teknik për shkak që në qatë ko fillu me primsin, me sistemin elektronik prims, edhe patal shumë një gabim nuk u koni vogël, u kon gabim teknik. Kur po vojtë super presiona, mund të shkon pak më konkrete zona ekipe për çfarë presione i du fol? Çfarë presione ke pas? Po ka pas presionin zgjedhje të lëndëve. Her pas here ka ndodhur që më ka thirr shefi në zyre dhe më ka thonë qysh mundesh ti, këta krejt janë me grade edhe ti m'ju thonë nuk e keni zgjedh lëndën mirë, nuk e vendimi mirë, edhe ti me vendos diçka tjetër. Jo me vendos, une në komision, si antore e komisionit, je e barabart edhe me antarët e tjerë edhe pse kanë grada. Po, kur nuk i ka konvenu shefit, a i t'ka thonë ti je veç polec. Po flasim për shefa, e kena fjallën tonë gjithë për Haxhin, apo për zotin Haxhi? Kur flasim për shefa, e kem fjallën për nën kolonel Haxhi Krasniqi. Më ka bo presion të vazhdueshëm, më ka bo presion edhe nëse unë e kom pas një raport të mirë me një kolegë tjetër, ka tentu edhe shoqnin më ma dirigju me kon me nejton, që unë gjatë karierës tem gjithmonë kom nejt unë shoqnin tem e kom zgjell, pavarësisht presione, edhe çka do tjetër, shoqnin me kon rri edhe pi kafe kom zgjell, e zgjedhi edhe do ta zgjedhi gjithë. A ankutin, a ke pas të kush ma ankuti për shefin tënë? Nuk ke pas ku ma anku për shefin sa ju konë nën kolonel edhe u konë i paprekshëm. Edhe u thirë gjithmonë se unë e kam mbështetjen e drejtorisë. Sa e pas shto kër e keni dhënë një dorëheqje, kër e keni dhënë deklarat? Keni vojt pak edhe për grupe? Po mrena komisionit, Haxhia ka pas një grup të formum, i cili u konë pjesë e grupit edhe pjesë kyçe e grupit, është Togeria Hakide Kida, e cila edhe u konë mbështetje edhe iniciatore e gjithë presionit edhe torturës që mu ka bo. Tu llogarit dikun në muajin e 11, s'pedi sakt datën, që e kom cek edhe në vlerësim të performancës. Në një mëngjes unë i boj do analizat mia, i paloj edhe i do të çanta, pas dite shkon Hakidja dhe i thotë Hakide Kida, Kiki, shkon i thotë Haxhis në Kibja, nuk e di çka i thotë, po edhe ma bjen Haxhin ma kontrollon çantën tem personale të krahit. Që muna me thonë, është gjoja me rëndë që më ka ndodhur në 23 vjet e gjys karrierë në policinë e Kosovës, kontrollimi i çantës të krahit,
pa asë një arsye. Vjen në befasi haxhia, edhe nga dera më thot, zbraze çantën se na ka hup do qelsa. Edhe une të e di që në çantë s'kam kur gjë, aje ka ditë shumë mirë që unë s'kam të bëj me qelsat të haxhis, për shkak se unë në zyren e haxhis nuk kum nejt asnjëherë, edhe kom zbraz çantën. Edhe 24 orëshin e parë mas kontrollimit çantës, kom vendos me dhon dorëheqje pi policisë. Çanta nuk ju ka kontrollu kërkuj tjetër, jena kon 4 femna, unë edhe njona që s'du me ja cek emnit, nuk kena nejt në zyret shefit, veç kur kena pas punë kena shku, po kanë qenë Hakide Kida, edhe inxhinierja ekspertja e komunikacionit Leonora Krasniqi Gashi, ato ka nejt non-stop në zyren e shefit, edhe qka do që ka pas për ndodhin ma të vogël, kanë shku të nga dhe t'ja qojmë informatën shefit. Adin se është dosh me raportu shefin për çdo sen, edhe atyne nuk ju kontrolu çanta, mu kërku qelsa që ato në mëngjes kanë ardhë, jo unë që kanë pi kafe në zyret shefit, tani jo në ardhë kanë fillu punën. A unë e kafen e kom pit mëngjesit në zyren tam. A ke pas përkrojnë dhe na janë për kolegëve që një kanë në qatë njësi? Ka qenë majori, që s'du m'ja përmejnë emnin, i cili ka qenë objektiv, është shumë njerëzor, edhe nuk u konë i ndërlidh në grup, ka orë ma vonë, por nuk u konë i ndërlidh në grup, konë njeri shumë pozitiv, edhe besoj që ka me vazhdu në krejt karjerën ashto. Po përkrahje nuk më pas për kërkuj. Ka rrit haxhia që komplet njësin e ka këthy edhe ka një herë kërë më thyrë kënë zyre të i ke ty kërkush njësi nuk e të të folë. Edhe i thësha puse e ke bu ambient toksik. Një herë edhe i pata thonë, thash ju jeni mësu me lujt me njerëz. Akidja është gjakovare edhe me ndonë që mundet me lujt me katonarë. Po me mu nuk mundet me lujt, as Hakidja as ti. Edhe ja kum thonë, haptaz ja kum thonë. Ka ndodhë edhe ma ka organizu seancën cilën e kum majtë seancën, cilën e kum krysuën, më kanë shti Hakide Kida dhe Gjavit Dajaku në seancë, edhe u kry seanca edhe unë s'kum dit as që është seanca jam. Që ashtu të marrë veç me presion, të të shti edhe në seancë, që më të maltretu sa ma shumë. Edhe i kum qëndru ati presioni, ka pas antare dhe rezervë që kanë ardhë her pas here, edhe u konë shumë e çuditshme, u konë shumë e befasishme, në qëfar presioni, në qëfar torture, konë vazhdu në punën aty. U konë, është shumë e vështirë me përshkru me fjallë. Nuk kalon presion, nuk kalon gjatë mundshme, pambu. Ka pas rast kur ka vetë për një kolegë që ka punu aty, mos keni najkush kontakt me to, unë kam pas raport të mirë, e na kon të pi kafe. Edhe i kom thonë po, unë e kam kontakt, kom pas edhe do të kem gjithë, se kam shok. Edhe mu ka hakmarë se i nga këty në zyre. E ka gjithë mënyrën, më mu hakmarë kisha me shku në pushim të nesërme, edhe më ka caktu seancë për se ka thonë kjo e refuzon. Po nuk u kom puna jam e refuzune, jam heku majtë seancën, sa të mujnë me më rri, shkoj një javë pushim, nuk është puna jam. Edhe përfundimi në fund, në vlerësim. Pse që këtë rash? Për shkak që ti treshi, edhe me 30 janar 2025, kur mu ka bo vlerësimi, e kom njoftu i kom thonë shef, une nuk ta pranoj këtë vlerësim. Nuk ta pranoj që tresh. Edhe pse në vlerësim nuk e kom jep arsyetimin e sakt, po më ma shkru mu mos respektim gjinis edhe të shumë llojshmërisë kur aj, haxhia, me Hakiden i kanë kthy krejt njësin kundër meje, për mu kone papranushme, edhe
o kone papranueshme për faktin që njësi janë rrej ata e prort. Unë s'jam rrej me kërkan. Kush u rrejti njëve? Hakide Kide ka rrej Gjavitin. Unë jam kona ditë pushem. Kur jo martë nesërmen, Gjaviti së më folke. Dhe unë nuk disha që ka ndodhë, dikur tha njo e ka gju Hakidja me digitron, a i kish do diku një 2 orë, nuk jam gjendje me punu prej zyrës, edhe masanej vesh më ka rastis me një Gjavitin të thonë nuk është normal mu më mrej gratë. Të thonë ka vera stacionin polisorë, mundë me hasa e kështë edhe dhunë mes dojtarve polisorë. Po, Hakidja i ka gju, Hakidja shumë herbile ka thonë, unë e tani kum gju, tani kum rej këto ren. Jënë dyshime shumë të bazume, se Haxhia merr pare për me qitë. Më një rast, shoqni mas shoqnije, më ka thonë që ja ka lyp 3.000 euro për mja shti Londën, mja zgjedh paran. 3.000 euro jënë pare. Londë të cilat jënë hi paran, që jënë shqyrtu para kohe, ato Londë i merë përgjithësi i shqyrton veç Haxhia duhet me konë kryesus, edhe gjithsesi duhet ta ketë antar Hakide Kiden. Që për mu janë dyshim përmarrje, se përmarrje të pare, mu më ka rastis ku mu thu zakonisht me trafik publik, taksi ose diçka, dhe më ka ndodhë në autobus, taksi me një, ka thuj njerëzit i dhash 5.000 euro, i dhash 10.000 euro, për me marrë patent shoferin. Edhe kam ndodhë që kam përmen edhe emna, dhe normal jom hi, edhe tani kum përcjell që ato lanë, gjo që prej 1 janarit 2025-ës, Haxhia ne ka mbyllë edhe qasjen në vendime të përfundume, mbi arsyetimin se Haxhia bën çka don. Unë jam këto baba, edhe unë e bëj çka du, edhe e ka mbyllë me qatë arsyetim. Njëherë në një bisedë më ka thonë e ku mbyllë për shkak teje se ti pi kontrollon vendimet. Po nështë si ku më kontrollu vendimet, po najherë ka ndodhë, naj vendim ma ka tërhek vëmendjen, që muna me marrë një rast konkret një thonë, ka qenë një magjën, të cilit ju kanë mojt 3 kere ka 3 muj, edhe ju kanë mojt kundërligjshëm, nuk ju ka shqyrtu kërkesa për rishikim të procedurës, vetëm se e ka dorëzu jo me ankesë, po e ka dorëzu mas ankese. Kështu që ligji decideve thotë, pala ka të drejtë, me bashkangjit prova, dëshmi, deri në shqyrtimin e çështjes, për të gjitha ato prova për të cilat konsideron se janë në favorin e tij. Edhe ai ka konsideru se është, atë djalë nuk e një asët, dhe di që jo ma gjënë, po ma ka tërhjek vëmendjen mbi emnin njëjtë. Edhe kur e shoh që është zgjedh si Londë, hi edhe këshyri se kishëm qasin vendimet kryme, edhe shkoj e pys Togerin që ish kryesus, ka qenë Toger Brahim Avdullahi, thonë pse Toger që të ma gjunin nuk ke pas ke shqyrtu e ke zgjedh gabim. Kur hen e këshyr thot se kjo e ka dorëzu kërkesën për rishikim masanej, po ka drejt me dorëzu kërkesën deri në zgjedhjen e çështjes. Edhe diku një javë ditë 2 na bjen me hi një seancë që kryesoj ke Brahimi edhe e thirrke një palë me bashkangjit Londë për me i dhonë afat. Për me i thonë se ishe pas afatshme, me bot të afatshme, edhe i kërkoj ke dokumente shtesë. Atëherë unë si antare, kum pas drejt edhe mu koqit, po që kum përdor her pas here, edhe thashe pse Toger, thash ti, thash këto, thash pi lyp dokumente shtesë, sot në seancë. Kurse ma gjuni ti ka bashkangjit dokumentet para seancës edhe ti nuk ja ke shqyrtu Londët. Me sa standarde jetë punu, ti tha ki interes në atë Londë. Pash atëhere ti ki më kallzu mu cili është interesi jam në atë Londë. Edhe është munu edhe Haxhia më mbu presion për këtë çështje, edhe i kum thonë edhe Haxhis. Deri në momentin që më kollëzën Toger Brahim Avdullahi, cili është interesi jam për qatë Londë, edhe që ma doshmon,
Une ato nuk e përshëndet, edhe nuk e kom përshëndet. Zyrtarisht kom punu, po mirë dita si kom thonë, edhe pse këna punu njësi. Se është munu më mvesh diçka që nuk e kom pas. Se ka thonë ty, njëherë shefit, nuk i karti këtu me nashik mëral, çfarë mërohet si? Se nuk ja kom kalu një lëndë cila ish një lëndë një milionere, nështë mujtë multimilionere dhe munoj kemi ja kthy patent shoferin ose mja zbut, nuk e kish pagu asni kundërvojtje edhe pse ish milioner, ka qenë një rast deshishkut, bjemni, s'po du mja përmena emni se di sakt, edhe di numrin e lëndës e kom dikon shënime, edhe i thash jo, thash unë se kaloj me qito kushte. Edhe atëherë u ardhë, u munu më mbu presion, kër e ka po, të dalë për dere më ka thonë ti thajarë më mshit moral, unë thash moralin, ti moralin tem s'mun është me ble kur, se s'ki pare se unë se këm qitë shiti asë njerë. Edhe ja këm thonë këta publikisht edhe e thamë edhe të sëtë. Se nuk e kom qitë asë njerë moralin qitje. Fundi i karierës u koni të mërshëm. Jo i shtirë, po u koni të mërshëm. U konë qa që vështirë, edhe me vështira është që ti nuk i ku mua në ku. Nuk i ku me kërku ndim, për këja e kam posë dërheqen tem, edhe kam këthy në nivel lokal që në dërheqen tem edhe në vlerësim performancës, kontrollimi i çantës personale është vepër penale. Në kuadër të asaj vepre penale hin disa vepra penale, jo vetëm një. Është keq shpërdorimi i përzitës, keq shpërdorimi i autoritetit, kontrollimi i çantës pa autorizim. Nëse hi me lexojmë kodin penal dalin kogja do vepra penale. Edhe janë vepra jo të lehta. Edhe kur e kum shkru në vlerësim performancës, ata kam pas detyrim me inicu vepër penale. Po nuk ka inicu kërkush vepër penale. Nuk kanë inicu vepër penale që unë e ceku decidiv që në komision për vendosje ka vendime kontradiktore, që vendimet kontradiktore ta krijojnë bindjen, edhe janë një realitet, se jo veç që të krijojnë bindje, që ato vendime merren kontradiktore janë për një arsye. Unë menoj që për arsye të korrupsionit, edhe kush ka dhonë pare, nuk ka zgjedh lënda, kush nuk ka dhonë pare. Unë personalisht, publikisht, kom dalë në momentin që në vlerësim të performancës, e kom shkru që mrena komisionit ka grup. E kom shkru që ka vendime kontradiktore, deri sa ajo më konë halem mrena policisë. E kum shkru në dërheqje, që dërheqjen e jepi për shkak të presionit edhe torturës psiqike, nga nën shefi, ish shefi jam, nën kolonel Haxhi Krasniqi. Edhe sot nuk kam nevoj mu më shef për i kërkuj, nuk i kam bërë që kërkuj. Gjatë 23 vjetë e karierë, as 50 cent kërkujna, as kafe s'kum hitës. Ja, ke marrë pore me herë, mas e vishë ki dojtë. O, e ku marrë rogën fund të mujet. A ke marrë për vojme, ka thirë në herë e kështë telefon? Jo, mu nuk më kanë thirë, një kohë, tash edhe këtu ma kujtove edhe një qashtje, e prunën në tavolin tem një telefon me dalje, që muj me ta saksu edhe këto, në numrin 44 që ish i nevojshëm edhe i domosdoshëm për punën që e kryshëm. Edhe në atë telefon, me qenë se ishën në tavolin tem, edhe unë menoj që e kom një komunikim të mirë, për atë arsye edhe ka nejtë në tavolin tem, paltë më kanë thirë edhe më kanë thonë poshtë soti, vete Haxhin sa pare, po ma këthen patent shoferin. Unë nuk kum thonë kur gjuse zakonisht unë e kum folë një interfon, nuk kum folë veç, asnjëherë nuk e kum marrë dëgjojsen, edhe me folë në vesh, po kom folë një interfon që mund dëgju në zyre, ku ka qenë, në këto raste ka qenë prezent edhe Haki Dekida, ka qenë edhe Leonora Krasniqi që u konë edhe janë atë zyre, edhe me iniciativen e Haki Dekidës, ai telefon është tjekë për i tavolinës tem,
është je komplet pi zyres që u koni domosdoshëm për seanca, edhe e kanë qenë një zyre që srishëm shkojshëm veç her pas here me majtë seanca, sidomos majshin haxhia dhe hakidja se ajo pike duhan, e une nuk mu isha me najtë ku pike duhan. Se ma ka pandalu një jepo. A e herë që nga herë haxhis ty, aja ka transmetu t'i sonë që të ka në pojtë, për shamë telefon? Asë njëherë si ja kum transmetu, se ja ka transmetu hakidja. Me njëherë, si unë byllë telefoni, ajo ka shkutu nga me të regu, edhe kjo është arsyeja pse edhe u hjek telefoni për tavolinës teme dhe për zyres komplet. E ti direkt, a i ke thonë e herë haxhis që... Jo, direkt asë njëherë nuk i kumë thonë. Haxhis nuk i kumë thonë direkt asë njëherë se po merë pare. Me një rast haxhia mu ka drejtu, ka thonë, po hakidja i ka pun të lekshtë, e ka nonën smut, edhe në financiarisht. Ashtë jo, hakidja financiarisht nuk është lekshtë. Se hakidja bën shpenzime të pa kontrollume. Hakidja ditën që e me rogën, nesërmën mëngjes vike thëkim kanë metë edhe qika centa, jo një euro për edhe qika centa. Po të mas nesërmën, hakidja i kanë zirë 100 euro, i kanë zirë 200 euro edhe ka pos pare kështu në stop edhin. Jo pare tim ta. Shtrohet pyetja ka i ka marë. Se ka ndodhë kër ardhë hakidja për pushimi, u konë gjendje edhe tavolinat me hongër. Se u konë një javë ditë pushime dhe është këthyje u rritur. Për fund, kom e thonë që ligji për kundërvojtje, falë Haxhi Krasniqit, Hakide Kidës, njerëzit janë tu dëmtu jashtë mase, patent shoferat janë tu mojtë kundërligjshme edhe ka njerë që halej u mohet patenti prej vitit 2019, 18, 20. Edhe pse ligji e parashe? Ligji decidivisht thot. Po folim për ligjin i cili u kom fuqi 05 L088 për rregullat e komunikacionit rrugor neni 149 paragrafin i cili thot që është në fuqi pej kur u themelu ky komision 2018, edhe ky ligj ka qenë në fuqi, edhe thot, patent shoferi mund të konfiskohet nga 3 muaj deri në 2 vite. Edhe ligji për kundërvojtje thot, ekzekutimi i masës mbrojtëse mund të bëhet, parashkrimi i ekzekutimit bëhet në momentin kur kundërvojtja i ka bu 2 vite. Nëse kundërvojtja bazë i ka bu 2 vite, në cilën bazë do të mbështetet vazhdimi i masës mbrojtëse. Kur kundërvojtja bazë i ka bu 2 vite, baza nuk ekziston, atëherë do të bëhet shkputja. Ligjvënësi e ka para pa 2 vite, për shkak që në moment që i bën kundërvojtja bazë 2 vite, bëhet shkputja do të më bëhe masës. Asad nuk është nuk bëhet shkputja e masës. Edhe kundërligjshëm ju mohet. Shumë njerëzve ju mohet patent shoferi, ka vendime të kundërligjshme që janë të lëshu, ka vendime që shkputja e masës mbrojtëse ju ka bu 2021, në vitin 2025 kanë marrë vendim edhe ja kanë refuzu komisioni, edhe ende i mohet personit patent shoferi. Se ka ndodhë edhe një gjodu më ta thonë, mëngjes ka ardhë Haxhia edhe ka thonë, prej sodit, qishtu kena me zbatu ligjin. Se unë po thëmë, si ka interesu që ka qënë shkru ligj. Po në komisionin për vendosje, kom punu deri me datën 24 mars të vitit 2025, kur edhe ku marrë transfer degradus prej komisionit për vendosje në sigurim të objekteve qeveritare për cila unë e konsideroj si të punojsh sigurim është rojtar. Thjesht është rojtar, në roje. Jëm pishmon që kom nejt, edhe që jëm shku në komision, edhe e përjetova një presion, një tortur, që njerëzore më i me thonë. Se nuk ka qenë njerëzore, ka qenë jo njerëzore. Alo, nani. Ale, përshëndetje, apo flas me nën kolonel Haxhi Krasniqin? Në reportieri ka rrëfy ish kolegja juj, zonja në ekipe Maxhuni.
Na ka tregu që ka dhënë ndërheqje si pasojë e presionit që ja keni bërë jo. Edhe, a mundesh më kallëzu se çfarë presioni i keni dhënë kushtimisht ju asajna? Policia e Kosovës ka një syrë për misja, po ju nësë mu drejtu atje dhe ta merë një qëtës për zhjitës i ju i stresa. E po më intereson, a keni marrë pare ndonjëherë? Vesh referën një zyrës për media qëtës për zhjitës dhe ta merë. Ja, po vlas me zonjën Hakide. Po zonja Hakide kida telefonur me ne. Në reportieri ka rrofi ish kolegja juj, zonja në ekipe Maxhuni. Po, Edhe i ndër drejtojeni Policisë Kosovës, Info Kosova, ata e japin qëta përgjigjet lidhje me çfarë do pyetje që keni. Po ju ka akuzuar se e keni sulmu një kolegë juaj. Që ju ka akuzuar të kërkosh mirët me ato punë, nuk është me kompetent jam për. Për çdo sen që ju intereson, si gazetar, drejtori në zyrën për informim politikë Kosovës,